Ekziston një pafundësi vendesh të bukura për të vizituar në gjithë botën, por disa vende janë ose shumë të rrezikshme, shumë të mbrojtura ose shumë misterioze për të vizituar. Shumë vendodhja anë mban botës që nga ndërtesat të bëra nga dora e njeriut, tek habitatet natyrore që përmbajnë specie të rrezikshme, apo mistere dhe sekrete fetare, këto zona janë të ndaluara për të vizituar nga të huajt. Ishulli Hierd, Australi. Në fillim vjen fundi i tokës, e më pas Ishulli Hierd, një nga ishujt më të largët në botë. Ishulli Hierd teknikisht i përket Australisë, por mund të gjendet diku mes Madagaskarit dhe Antarktidës. Ishulli është i njohur për 2 vulkane aktive, por për pjesën më të madhe është i mbuluar në akull. Ishulli banohet kryesisht nga fokat, zogjt dhe 4 lloje pinguinësh. Me i lartësi maksimale prej 2745 metra, ishulli mban malin më të lartë në territorin e Australisë. Duhen 7 ditë udhëtim me anije për të arritur ishullin Hierd. Megjithatë, njerëzit nuk lejohen që ta vizitojnë, ndërsa udhëtimet shkencore në ishullin e afërt McDonald lejohen vetëm për qëllime shkencore.